Marka e veshjeve sportive On Running ka hapur një fabrikë në Busan të Koresë së Jugut duke përdorur robot për të prodhuar atlete dhe planifikon të hapë më shumë fabrika robotesh në Shtetet e Bashkuara dhe Europë, ndërsa përpiqet të përshpejtojë prodhimin dhe shpërndarjen. Rritjet e tarifave të vendosura nga Shtetet e Bashkuara, ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit dhe rreziqet gjeopolitike po i shtyn disa shitës me pakicë dhe markat të eksplorojnë procesin e nearshoring të prodhimit ose ta sjellin atë më afër konsumatorit përfundimtar. Kaspar Kopeti, bashkëthemeluesi i ON, tha se automatizimi i mundson markës të prodhojë këpucë më shpejt, me më pak ndikim në mjedis dhe më afër tregjeve të saj kryesore krahasuar me modelin standard të prodhimit, i cili mbështetet në transportin e këpucëve të përfunduara nga fabrikat në Azinë Juglindore dhe Kinë, te blerësit në Shtetet e Bashkuara dhe Europë. Aktualisht, kompania furnizohet me 90% të atleteve të saj nga prodhues të palëve të treta në Vietnam dhe 10% nga Indonezia. Kompania prezantoi për herë të